Një ndër ndeshjet e Superligës e cila kishte interes të veçantë për publikun por dhe për renditjen ishte dhe ajo mes Elbasanit dhe Vllaznisë që vinin me moralin lart pas fitoreve respektive në javën e kaluar. Ndeshja nisi me një rast të mirë për shërim nga ana e Qosës me një goditje dënimi që detyron portierin Jukaj të pres në dy kohë. Pak minuta më pas do të vijë dhe zëvendësimi detyruar për Kasajn për shkak dëmtimi dhe në vendin e tij do të aktivizohet Hakaj për Elbasanin. Në minutën e 26 do të vijë një tjetër rast për gol me një goditje të fortë të Ibrahim, por topi shkon mbi travers. Tjetër rast më pas me Hakaj, i cili godet fort, por Jukaj arrin të largojë topin në minutën e 37. Në fundin e pjesës së parë do të vijë dhe një rast për Vllaznin me Qaton, i cili godet Tokazi, por do të kontrollojë pa problem Totoshi. Pjesa e dytë nis me njëherë me gol për Vllaznin, teksa në minutën e 47 Mala pason në shtyllën e dytë dhe Bala i arrin ta shtyjë në rrjet, duke shënuar për të dytën javë rresht, teksa shënoi edhe ndaj Dinamos një javë më parë. Gol Bekim Balaj që rrugën. Vllaznia provon dhe pas 8 minutash me një kundërsulm, ku Doda e kalon mbrojtësin, por nuk ja del përballë Totoshit, portierit e Elbasanit, vetëm për vetëm dhe rezultati vijon 0-1. Në minutën e 66 Elbasani provon sërish me goditje dënimi, por Harkimi Dros përfundon mbi travers. Në minutën e 80 do të vijë dhe goli barazimit për Elbasanin, ku pas një krosimi të Dros, Gjoni arrin të shënojë me kokë dhe gjithçka në barazpesh. Gjoni! Fundi është i qetë dhe 7 minuta shtesë nuk sjellin asgjë ndryshe. Mbyllet 1-1, një rezultat që ngjit Vllaznin në vendin e dytë dhe Elbasani në vendin e katërt, e kombinuar kjo me humbjen e Partizanit, 1-0 me Bylis. Tashmë për Elbasanin do të jetë ndeshje direkte me Partizanin javën e ardhshme, që i duhet dhe një barazim për të kualifikuar në Final Four. Në një sfidë